Të dalë në shesh Arlekini! Johan, gati pas stafritje! Shpejt, shpejt! Ushtar, shënjestër, në sul! Më shpejt! Jo, duhet ja drejtoni në kryk! Të gjitha eshtat këtu në kryk! Jo, trufar! Jo në krykën time, po në të takmikut! Hajde kin, lëviz! Në kryk! Jo, në prapanis nuk lejohet! Lejohet! Prapanica e Armikut është Armike! Prapanica e Johan Padanit është vetëm e Johan Padanit! Mjaft, Arlekin! Hip të kaq! Rifillojmë stërvritjen! Ushtar! Në pozicione! Kur s'ke që ti bësh? Ashtu, të lumë! Ty është kërtim! Drejt s'po në ndjekin! Shudërojmë, ti lëmë me gjishtë të dojë! Dalë aty! Krafkari poshtë! Nuk mundem, jam vonë! Kam lënë takime të dashurën time! Ha! Prejni sytë 4, nuk duhet jetë lakë! Ja, të kështë, është atje! Ai është! Kaperi! Prite këtë! Ka vdekur! Ka vdekur? është i vdekur fare! S'ka njeri këtu brënda! është dukur! I malkuari! Në e hodhi! Ku ka shkuar? E shikoni, arriti. Sa bukur! Hopla! Morre! Wahoo! Çfarë bën? Ma vjen për të vjell! Kapeni! Me kënaqësi, por jam bërvon! Kam në takime të dashurën time! Po nga iku? Ku shkoj, ha? Shoh lëvizje misterioze, armiq të betuar ke. Por ti, kalorës, fluturon lart veç fitimtar. Në biznes, kjo është një shenjë fuqie. Për ty, bukuroshe. Tjetri! Shtrige bukur. Shkëlqësia juaj. Po e dashur. Gjithçka ty të duket e errët. Por dije, fatin e ke roz. Roz. Me vullnetin tënd, mund të plotësosh çdo dëshirë e çdo kënaqësi. Kënaqësi. Zotërinj, për sot mjafton. Surprizë! Të prisja. Këtej! Kapeni! Po vjen roja, dërgoni! Shpejt ikën. Po sfera nuk tregonte asgjë që do të vinin ushtarët. E malkuara!
Shtriga na shpëtoi përsëri nga duart. Notte torrida, luna magica, gran calore c'è. Fonte limpida d'acqua pura ti rinfrescherà. La camicia mia io ti presterò e ti asciugherà. Non ti accorgi che il mio cuore è là, nella stoffa nascosto sarà. A është e vërtet që ti flet me djajt edhe me shpirtrat e vdekur? Me shpirtrat? Kur? Nga ndonjëherë flas me ndonjë djallë, por kur jam në shoqërinë tënde, flas vetëm me ty. Non ti accorgi che il mio cuore è là, nella stoffa nascosto sarà. Parashikon fatin e të tjerëve, por timin s'ma ke thënë kurrë. Do fatin tënë? Ti je biri i hënës. Biri i hënës? Kam kujtuar gjithmonë se jam jetim. Hëna është nëna jote. Ha, vërtet? Shije nënën time si është sa ju arsonte. Me gjitha të rreth e qark. Kthehemi në breg. Rreth hënës nuk janë shenjë mirë. Ç'do të thotë kjo? Ato lajmërojnë stuhi. Stuhi, po deti flej qetë pa u trazuar fare. Stuhia! Stuhia! U laga deri në fals dhe nuk kam asgjë me çfarë të ndrohem. O zot, çfarë të merri. O po jemi bërë qull që të dy. Më dëgjoj mua, zhvishemi. Ky vend është i rrezikshëm. Jo, e çfarë mund të ndodh? Daj, ju atje! Pashi kush na qën nga kjo shtrike pa fe! Arrestojeni! Po ti kush je? Ha? Mos je biri demonit edhe ti! E po, biri hënës, biri demonit, Padan Johan, Bergamez, shërbëtori juaj. Biri demonit, je bashkëpunëtori i shtrikës apo jo? Po, nuk e njoh fare atë. Bashkëpunëtori i shtrigës! Hera e parë që e shoh. Arrestojeni! Ik, Johan! Ik! Ik! Nga këtej. Kapeni! Biri djallit! E ke kot! Nuk ke ku shkon! Fati yt është caktuar! Do të lidhesh me zinxhire, do të digjesh i gjallë! Bashkëpunëtori i shtrigës! Nam zinxhir! Në shpirtin! Në burg! Në therr! Në rrot! Jo, në not, jo! Qurrëzova. Më falni, mos e dini gjë ku është porti? Cili? Pohti? Është këtej sa po të kthesh majtas? A ka ndonjë anije për në Kjoxh? Në Kjoxh? Atje në breg, ajo me vel të madhe të bardhë, po! Faleminderit. Më falni. Duhet shkoj, shihemi së shpejti. Tipi çuditshëm, më ngjau si Johani. Është traftari! Kapeni! Nuk ke ku shkoni, poshtë! Sa shumë! Do të paguan! Hën, nëna ime,
Thuaj ciganes të më falë, unë u tregova i poshtë shumë, por do të kthejmë shpejt të betohem. Do të kthejmë shpejt dhe të Ej, ti rejoj. kush je? Unë jam... Të njoh kush je i biri mjesht. Sonte që kam birit gjithve. Ne po të prisnin, e kur hypen në kuvert, nuk të vura re. Unë në mëngjes, rreth orës pas dite. Më kanë thëmë më parë që je një gagaç. Shpejt, fudja punës, ke gjitha të vele për të rëmuar. Po, prej këtejnë në kjo shumë, unë mund të ardh në ndonjë çorape. Çfarë po thoje për në Kjogjë? Ne po shkojnë në Sevilje. Në Sevilje? Ja, Johan, ajo është Sevilja. E ku? Unë nuk shoqë. Ato dritat. Po, pse në Sevilje yjet rrinë mbi ujë? Qyje, ato janë zjarre. Për ka festojnë vallë? Për heretikët. Me fat këta heretikët. Zjarri pastrof të shpirtin tënd. Ec tjetri. Zjarri pastrof të shpirtin tënd. Ec tjetri. Ani të blini lira e mirë! Ani blini lira! Më pritni! Castagneta, zotrin! Erashka, urdhroni, Erashka! Urdhëroni fishek zjarre, gjarëbërushë, kaushë, fishekë, të mrekullueshme. Këta na qenë kanë fishek zjarët? Nga anët tona... Nga jeti? Nga një fshati Bergamos. Ndiznin fishek zjarre, e ja kështu, pu! Ja! Kur qëllon me këtë, del jashtë një gjymim pa ndërprerë. Kështu, bum, bum, badaba bum, babam bum, badaba bababa bum, bam, bum, bam, bababa bum. Bum, bum, bum. E një ke zanatin, eja të punosh me mua. Unë jam Rauli, vamonosh! Mal, nga bota e re! Shikoni! Sa të çuditshëm. O ma, pse kanë ato burra zinxhir? Janë të këqinj. Kush janë këta? Nuk ishe, janë indigjen, banor të indish shëre. Të indisë së re? Po ty shdike që fare. S'ke dëgjuar të flitet për Kristofor Kolombin? Kristofor kush? Është njëri nga vendi yt. Është njëri që ka arritur në Indi duke kaluar nga mbrapa. Si nga mbrapa? Ka shkuar atje nga perëndimi, e kupton? Shiko ç'plaçkë ka sjell me vete. Si e ke emrin? Ktheu këtu. Nuk e she se është pis. S'kisha parë ndonjëherë plumë me kaq ngjyra. Është papagallo, o kriç. Që je vet? Fliska apo... Je ti që flet barkaluc. E shtjetër na ka sjell vallë? Lulet më të bukura që kanë mbirë ndonjëherë në faqe të dheut. Ishte një gadishull kaq i sajdisur, madhëri, kaq i pasur me lule, sa që i vu me emrin Florida. Mi tregoni. Hapini arkat. Zambak të mëdhenj, lule shumë ngjyrshe. Shikoni, lule mali larushe, të denja për kopshtin e madhërisë suaj. Vetëm kaq? Oh, jo, zhardhok patatesh. Po ari? Ari? Zgjete ar? Zgjeta ar. Zgjete ar? Diqeni. Po, përse? Ka shumë ju ureni patatet. Me lule çojani tek varri i tij. Kapiten Narvaez. Kapiteni Gonzalo Narvaez de Pedrera, në urdhra tuaja, madri. Organizoni me njëherë një ekspedit drejt Floridës. Si urdhroni, madri. Kush ka mbetur atje? Qeveritari Ramiro Mendez në garnizonin e Kachokës. Përgatitni me njëherë një flot për të nisur drejt garnizonit. Do të kujdese me njëherë, madri. Do të pajiseni me njëherë me fushqeta, armatur, topa të shumë dhe artilleri të rëndë. Gjithçka që duhet për të nxjerrë nga kjo tokë e mallkuar të gjithë arin që fshe. Me kënaqësi të madhe, madri. Dhe ki parasysh, s'dua patate. Hapti rrugën, kaloni. Ja. Tera çojni tek një e katërt, atje ku mbajnë baktit. Ju urdhëroj të çoni ngarkesën me njëherë atje. Në urdhët e tua, kapiten.
Gjithçka duhet ta bëj vetë. Kur do nisemi, kapiten? Në mbrëmje, pasi peshkopi të na ketë dhënë bekimin e tij. Ja ku erdhi peshkopi. Jepu rremave. Shkoj më lart. Që andesh jep më mirë shfaqja. E pse nga larg? Ç'pyetje? Po ti ndeshim fishek zjarrit që këtu, do të digjemi. Jepu rremave pra. Hey, prit pak. Na lër të dëgjojmë se ç'thot peshkopi. Pse e kupton latinishti? Për ne në Bergamo kjo është gjuha zyrtare. Ia fit voluntas Dei, et illis et illibus, per mare magnum et maximum expeditiones Floridentius non solum, sed etiam magna cum auream reservam ad de maiestatem Hispaniorum veniat per omnia saecula saeculorum. Amen. Ai, Kujdes nga shpërthimi! Kujdes! Shpombo! Është një kurt! Sabotim! Froje! Kapeni! Lëvizni! Arrestojeni! Shprisni! Vizaj Bergamoshi! Bergamoshi! Më falni. Apo. Edhe një spirancën, për dryshe do të marri flak velat, gjiteni shpejt nga kesën me terra, ngrini spirancën! Prisni pak! A keni nevoj për një njeri që arnon velat? Jo, jemi në rregull! Jam luftëtar, ti disa gjuhë, njomi rrugën dhe lexoj busullën. Shëroj edhe kuajt, madje edhe e tërkucët. Do me thënë derën. Idhu lartë! Erdha! Po nga iku? Po shtuk! Po mua kush më ndihmon të kujdesem për të gjitha dera? Ja ku të erdhin ndihma trashaluq. So brava! Quhem Johan Padan, jam nga Bergamo. Je i gjithë një kockë lëkur. Je i sigur që merr vesh nga kafshët? Në fshatin tim unë merresha me kuajt. Hey, çam shor, nuk kam parë kur një kalë si ky. Ai është kali i kapitenit Narvaez. Është gjëja më e çmuar në të gjithë këta anje. Mos e prek me dorë. Kujdesa mu për të. Ti merru me dera. Këtu urdhëroj unë, e qartë. Kam udhëtuar unë, e një botën unë. Edhe unë kam bërë disa udhëtime modeste. Po, për ku jemi nisur? Nuk e ditë ke. He, budala, jemi nisur për në botën e re. Në botën e re? O, zot, pse? Ma i shkathët me derat, kocka lëkur. Më quhen Johan Padan. Mua, Pedro Esteban Herrera, kuzhinier. Ish kuzhinier, i madhërisë së saj mbretëreshës. Kuzhinier? E pse je këtu atëherë? Me kanë përzënë nga pallati për shkak të disa kaposhve. Nuk i poqe të gjithë në hell? Nuk e bëra. A e di se kaposhët kanë krah? Me qëra fjala, tani do të ham. Djaf! Që ka imbushur me krimba. Hidhe në ajër se ikin krimbat vetë. Shiko, fluturo. Çfarë qefi, tani e kam radhën unë. Fluturo. Au, nuk fluturon. Hey, prisni! Ajo është topa ime. Kafsh të pangopura. Shiko çfarë bërë tani. Po, derat! I'm sorry, shkoditje! Jemi të mbaruar. Kush i del përpara Narvaezit tani? Ma lër ta bëj unë. Por, Vëre këtë grepin mbi zjarr. Duhet i djegim plagën. me njerë, o zot, në ndihmo. Pa të shojmë.
Merre. Ma jep këtu. Kujdes, mos digjesh. Qepe. Ja kështu. Merë ke vesh, ha? Ku ke mësuar? Kam qepur shumë kafsh në fshatin tim. Je i zoti joa. Faleminderit Pedro Esteban. Mua këtu më thërasin të gjithë Barkmall. Vërtet ashtu? Mund të më thërasësh edhe ti kështu. Mbaroj. Tani qetësova më shor. Vdiq fare? Po jo, i ratifikët. Nesër do të bëhet fare mirë. O, zoti madh, u tremba, ha? Të tremësh nga pak për ditë, të heqë djamin nga barku. Oqean, shtuku, zbrazu, thahu, eja tok, afro, Florida. Nuk do të kënaqe me lulet dhe as me patatet. Shtufikët, more, a i ka parfum bashkë me të edhe ne të dy. Të lumë, kam shor. Je përsëri ndoshe mirë. Je gjallë në pëti zotit. Ja vdia i takon këti djalit këtu. Je gjallë Ernesto Morino Blanco. Çfarë emër që i pas kanë vënë Kali? Pata shumë frika. Duke fare sheshi të dëgjoj plën sikur të buçiste plaq pluq. Me gjeta, po të quaj plaq pluq. Por ai quhet E di. Atëherë lëm të vendos vet. Ernesto Morillo. Plaq pluq. Tok! 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 Çfarë? Tok. Toka. Ha. Eja, plaq pluq. Mund të rendër sërish si më parë. Stuhi! U larguan, po kthehen në breg. Stuhi! Pa afrohet stuhia! Filloj stuhia! Filloj stuhia! Ndim! Të shpëtoj kushtë Ndim! Shpejt, ngjitu në kuvert. Gjitemi! Ju qëndroni këtu! Nuk ka vend për ju në barka! Dëgjuar! Po tani, ka të shkojnë. Kapu fort pasi deri dhe mos e lësho! Të kape pasi deri. Po, derat ka një apëtita abic me orientimi. Venecianët i quajnë Buzulla e Shën Antonit. Synojnë gjithmonë tokën më të afër. Atje, ki besim. S'kam që bëj, nuk kam zgjidhje tjetër. E pe, Barkmav, të lumë dërkut. E meriton një të putur. Qam shora! Është edhe një kal. Një kal, plaq pluq, ku je? Plaq pluq, plaq pluq! Barkmav. Barkmav, ej, zgjohu. Shkert.
Mirë papagallët që flasin. Po gafore që qeshin s'kisha parë. Çfarë ke që qesh? Ani e ime u shkatrua. Unë dhe shumë byta kurse tani po vdes për të ngrënë. Çfarë ka për të qeshur? Ma i dujle abaka! Aba çfarë? Ma i dujle abaka! Pa tjetër, po si jo. Abaka, abaka! Tuamat! Shumë e bukur tuamatja jote, po unë nuk kam dëshirë të luaj. Uri, uri! Uri? Nintata, nintata! Jo dhe është keq. Ua, nej. Dhe ua, Johan Padan. Johan Padan, Padan Johan. Dali, e janë këtu. Nuk ju bëj gjë, vetëm sa t'ju ha pak. Lëre mishin Barkman. Sot është e premte, do t'ham peshk. Po kjo këtu, ania jonë është? Në fakt ajo që ka mbetur. Po të tjerët, a kanë shpëtuar? Në atë suhi? Nuk e besoj. Pastaj ata nuk kishin ndërkut shpëtimi si ne. Në emër të mbretëreshës, mirë se vini në garnizonin e Kachokës dhe në tokën e shenjtë të Floridës. Jam kapiten Arvaez, në emër të mbretëreshës marrë në dorëzim komandën e garnizonit. Si shkoi lundrimi në Proqan? Mirë, pati shumë stuhi, por kemi humbur vetëm një anije. Një anije? Po, ajo ku ndodhej Kalim. Jo, juaja, sa keq. Si po shkon ndërtimi i fortesës? Shkëlqyeshëm, kapiten. Jemi në rrugë të mbar. Fortifikatat janë të gjitha në përfundim. Mirë. A shpëtoi ndonjë qenie nga stuhia në det, Jo, asnjë. Udh tokën e Floridës së re të bukur, qoftë zemërgjër. Aha, në këto gaforet vogla. Po, nëse i provoni para se t'ju han ato juve, me sa duket ju pëlqyen. I zoti për të ndezur zjarin këtë djalë. Që që keme të? Zjar! Si i thonë zjarit? Hule! Hule! Zjar hule, po rërës? Hajluma! Hajluma! Po këmbëve si i thonë, Majdu! Majdu, këmbë, këmbë!
Ej, sa gjela të mëdhenj që kanë! Jo gjela, janë gjela deti. Ala bahay mada? Ayare. Ara geli babramita. Hej, përse e largon nga ne? Kjo sken më kujton mbërritjen e indigjenëve në Sevilje. Vetëm se këtë herë sklevrit jemi ne. Barkman. Na kontrollojnë si kur të ishim dera. Shiko si qesha i djaloshi! Ej, Barkman, të jenë këta val kanibal? Shto, amore! Nuk kam parkur kanibal nga këto anë! Kjo le të më haj, po deshi. A kjo du, marakame. Hej, koska lëkur, e kam me ty! Marakame? Ha gjudu, kachiko, marakame. Po na qojnë të kachiko. Shumë mirë. E kush është? Duhet jeti pari i fshatit, besoj. Si ja bën që i merr vesh? Miku im, ta dish se Bergamezja është nëna e të gjitha gjuhëve. Alan Maibu Marakame. Marakame? Ubula. Këtë se mora vesh, kachiko. Ma përsërit pak? Ubula. Oplaje. Kimilua Abaka. Po, e kuptova. Do të di se nga ç'vend vim ne. Ne Abaka vim nga deti. Abaka. Kishim edhe një anije, por Abaka glu. Glu. Ne të Krishter, s'ke dëgjuar ndonjëherë? Krishter ua Bulovo. Barkmadh, jemi me fat, nuk i njohin të Krishterët. Nuk e din se ata i kapin indigjenët për t'i bërë sklever, për ndryshe do na bënin copa. Ka i du alo mamaggio, alio! Ka i du! Mos! Lëre të t'puth, se ndryshe i mbetet qefi. Mo, po i pëlqej, ha? Ka i du alo mama! Po këtu u puth kam vete burra me burra? Unë, Johan. Po ti, ha? Aute. Aute. Johan. Che posto incantato c'è qua, di streghe, sciamani o chissà, ho gli occhi che bruciano forte perché sono troppi colori per me. Ma cos'è? Forse un circo che si stende fin sopra di me. Io non so se questa è realtà, ma sento che si apre il mio cuore e gioia avrà. Sento che si apre il mio cuore e gioia avrà. Come stelle in cielo, terra sconfinata, l'erba tocca il sole, striscia l'aria, che parole il mare, è una danza intensa che sto pari a pari. Pak nga pak. Kjo Florida po më hyn në zemër. Jo. Ç'është kjo? Ndonjë lojë re është? Më hutove plëci fare. Gadal. Po butulis. Çfarë bën moj?
Mos je çmendur gjë? Prit moj. Çfarë po bën? Po çfarë janë këta rradhë? Mos po na merrni për gjela deti? Po na marrin me të vërtet për gjela deti. Atëherë Barkmadh. Ti që ke bredhur gjithandej, as na thua se çfarë po ndodh, ha? Duket qartë duan të na hanë. O, sa e bukur që është kjo botë. E ndoshta më e bukur është kur e she me kokë poshtë. Këtë nuk ka mundësi të ketë kanibal, apo jo, ha? Ka gjithmonë një herë të parë. Hën. Ndoshta sonte po të shoh të shkëlqesh për herë të fundit. Barkmadh, shiko ret, ciganja. Shiko, rreth hënës pak nga pak po mblidhen shtollunga të mëdha resh. E çfarë pastaj? Faleminderit nën, ti po më shpëton. Çfarë të gjeti? Me kë po flet? Luajti nga mendja, po flet me hënën. Hëna po më thot se nëse nuk na lironi me një herë, ajo do të lëshoj një uragan që do t'ju mbys të gjithëve. Një uragan? Po mirë, e pse hëna duhet të ta thoshte pikërisht ty këtë gjë? Për faktin e tjerë se ajo është nëna ime. Ti qen ke biri hënës. Dëgjoj, jemi të egër, por jo budallënj, ha? Mirë, në rregull, bëj si të duash, por kur të mbytesh mos të vish te mua dhe të më thuash që nuk të lajmërova. Si, po tallesh? E ku janë shenjat e stuis? Shikoje, deti është i qetë e rrëshqet si vaj. E nuk ka as shkreptima, as zgjemime. Po, zgjemim. Për pak nuk e besuam. A blua ka më le? Kujdes! Vazhdo, ikni, shpejt, kujdes, beba! Po ju liroj. Më falni. Kujdes, bravo! Shpejt, ikim! Atje te ka një kuv! Shpejt te kuva! Shkoni të gjithë te kuva! Këtu jemi të sigurt. Çkatastrof! Kujdes ka Ciko! Kujdes ka Pema! Shpejt! Hipni në kanoa! Sa i rënd! Pse të pushtetshmit janë kaq të rënd? Jepi! Eja, vëgnush! Jepi! Në kuv! Më bie gjithë pesha mua! Mos shty! Shpëtove! O zot shplag. Duhet ta qep me një herë të qarën. Eja Barkmadh, merre, skuqe këtë grepin. E kuptova, si shpare me kalin. Merre, Johan. Kujdes mos digjesh. Qepe. Çfarë po i bën kështu? Dezinfektoj plagën dhe e qep. Edhe ju qepeni, morët vesh? Ja ku mbaroj dhe kjo. Një nyje e vogël dhe kaq. Gati për kërcimin e barkut. Oma, ai po vdes? Ju shoh, jam gjallë. Johan, më solli sërish në jetë, faleminderit. Të lumë, janë tonë mbarë, Johan. Drogi dielli. Drita! Po del drita! Drita. Çfarë drite? Një mrekulli. Çfarë shkatrimi?
Uragani ka rafshuar të gjithë fshatin. Edhe gjithë pyllin për rreth. Zoti e di deri ku. Johan, na fal që nuk të besuam. Ti më shpëtove mua dhe gjithë njerëzit. Na fal, dhe të mendosh që për pak do t'ju hanim të dyve, ty dhe mikun tënd. Ndodh nga njerë që ngatron edhe ushimin. Sa i shishëm do t'kishte qenë të hash një profet. E kush ta që nga ky profet? Ti, dashur Strigan, ti ke magjin në sy edhe këtu në këto duart e tua. Po, është e vërtet. Je profeti që ne prisnim prej kohësh. Profecia bënte fjalë për një të ardhur i cili do të fliste me hënën si t'ishte nëna e tij. Ai njeri e ti. Dimona o profeti i shenjtë. Me nga dal me këtë profetin. Unë nuk jam i shenjtë. Johan, më prek në ball, më beko dhe më fry në fytyrë. Mjaft me këto prekje me këto të fryra. Çan këto butallëqe. U lodha me këto aventura. Unë toj në një vend me kafshët, desh mbytem, përqafoj një derë, vaj me kokë poshtë që më pas të piqem në hellë si qenjë, mjaft më, dua të kthehem në shtëpi. Në shtëpi! Qetso! Nëse do të kthehemi në shtëpi, ky është rasti më i mirë që të shkojmë bashkë me indigjenët në kaçok. Po, ke të drejtë. Do të kthehemi tek spanjollët. Ata kanë anijet me të cilat do të kthehemi mbrapa. U mendova prap. Jani këtu të gjithë. Do t'ju bekoj të gjithëve. Kush e ka radhën? Do të na ndihmojnë. Vetëm që dalim dot. Të thashur. Hajde, punoni! Lëvizni duart! Pra, ky është i gjithari? Kapiten, sklevërit indigjen punojnë pa pushim mirë, po ata janë pak në numër, kështu që na duhen të tjerë. Mbretëresha nuk do të sklavëroj njeri, por do harin. Pretendon se ka arkën plot dhe ndërgjegjen të lara jo shenjtore. Jani, afroni këtu të gjithë, profeti juaj do t'ju flas. Jepi! Njerëz më dëgjoni. Në këtë vend dhe rrotullti nuk ka mbetur asnjë pemë në këmbë dhe as kafshë gjallë. Duhet të gjejmë ndonjë pyll i cili ka mbetur i padëmtuar nga uragani. Profeti ka të drejtë. Por nga do shkojmë? Ju a them unë tani. Drejt perëndimit. Na thuaj pse andej? Sepse jam profeti juaj dhe duhet të keni besim tek unë. Parlami dai, dimmi perché la vita è dura con me. Ma come mai faccio fatica, un peso nel cuore, sono stanco mai. Un viaggio avrai ogni giorno. La tua vita sarà il respiro del mondo. Il respiro del mondo. Riderai
Do pak? Po, faleminderit. Çfarë ke, Johan? Kam frikë se kam marrë përsipër diçka të rëndë për shpatullat e mia. Si? Kaq shpejt u mërzite? Paka shumë. Sa keq. Të shkoj të lahem vetëm. Paçi. Unë i mërzitur. Prit. Ku shkon? Hop. Mbrëmje e bukur, apo jo? Është një gjë e çuditshme që po më sillet rreth këmbëve. Po më hyn në mbasje. Nuk është gjë imja. Është një ngjarje për Është si një ngjalë e madhe. Mundet të jetë i tillë, por mua nuk më pëlqen as pak. Nuk është helmues. Më mirë ky i vogël. Eja këtu. Kujdes! Po të kafshonte ky gjarë për do të helmonte. Cak, do t'ishe i vdekur. Ej, unë poshtë. Çfarë bën? Kesh më mbyte, u çmende? Po, jam çmendur fare mbas teje. Puthma. Po, por në nuja ma. Atëhere, ku ndodhet ky fshat i mallkuar? Atje, ata në kënetës. Kapiten Narvaez, do të presim agimin që të sulmojmë? Jo, do të hidhim në sulm sonte. Agimi për indigjenë do të jetë pa harrueshëm. Çfarë është ky tym? Aute, zgjohu shpejt atje po del tym. Tym? Mbase po gatuaj. Nuk sa më hahet. Po ky nuk është zjarr kuzhine. Është sinjal. Sinjal? Po, thon, rrezik i madh. Njerëz të bardh djegin, vrasin, kanë shkopin që lëshojnë zjarr, marrin burra dhe gra. Profet, Johan, e kuptove sinjalin? Janë luçumajot, po i shfarosin. Duhet të shkojmë menjëherë të ndihmojmë. Atëherë shkojmë shpejt. Frasës i bardh! Jo. Mos, çfarë bën? Ai është profeti ynë. Një i bardh profet, mos keni luajtur gjëmënç. Ai është spanjoll, një vrasës i krishter që vjen nga përtej detit. Një spanjoll? I krishter? Në fakt jam bergamas. Njerëz si shenjtori juaj, e të veshur me ekura, erdhën në fshat nga perëndimi. Dogjën e plot shkitën gjithçka, morën burra, gra, fëmijë dhe më pas i vranë. Të mallkuarit. Po si e bën këtë gjë? Unë njoh qeveritarin dhe sapo të mbërri në kaçok, do t'i kallzoj tek ai. Kështu do të vendoset në vend drejtësia. Ej, po ku po shkoni? Më dëgjoni. Eja, shkojmë. Ata janë vrasës. Po, ata do të ndëshkohen. Jo, ne nuk do të vim me ty në perëndim. Çfarë? Pas gjithë asaj që kam bërë për ju dhe ju më braktisni kështu? Profet, unë nuk i çoj njerëzit e mi të vriten apo të bëhen sklever. Rac kanibalësh të poshtër! Ju doni të më hanit ndërsa unë ju shpëtova ju! Unë ju shërova juve, ju preka, ju dhash gjithë shka timen, ju dhash fryn për t'ju larguar nga ata të mallkuar shpirtra të këqinj. Dhe tani ju nuk doni më të më ndiqni? Unë nuk dua të jem më profeti juaj. Jo, Johan, prit! Mos ik kështu. Ndoshta ne e tepruam. Mos na braktis. Shkoni gjeni një tjetër. Mirëmbetëshi. Mjaftoj të vinte njëri dhe të ankoj
dhe unë nuk theva në hiq. Nuk zbres që këtej edhe si kur të më luteni në gjunjë. Dhe tani shkoni në ferë, që të gjithë sa jeni. Johan, sprit poshtë, po I bjen këmanave. Perëndia po ringjallet pikërisht tani. E jam poshtë, të lutem. Shpejt. Ja ku janë? Kapini shpejt! Ata fëmijë tani shpejt! Shpejt! Mbrëmje, Johan! Eja këtu, smurdhjak! Do të bëjmë ushtar të mirë! Johan, zbrit nga pema! Këtu të gjithë po luajnë nga mend e kokës, po nuk zbrit e poshtë, morën në fund! E ç'më duhet mua? Unë nuk jam më profeti I tyre. Po nuk I ndihmove, ata do të vriten nga spanjollët! Na shkrive tani, vetëm se nuk I vështroj? Johan, je profeti ynë, eja na shpëto. Pa vështrimin tënd, pa buzëqeshjen tënde, po ti për ne je vetë jeta. Unë jeta? Tani u bëra jeta. Kjo po, ha? Ej, po këta që kanë me të vërtet keq. O, bo, ej, jeni në vete apo jo? Po pse u solla në atë mënyrë që parë? Po unë po bëja shaka. Jam gjithmonë këtu me ju. Nuk ka ndodhur asgjë. Zgjohuni, ngriuni. Profeti u kthye. Ha, pra tani nuk jam zemëruar me ju. Mos I bëni turin ashtu. Hajde të luajmë pak. Kështu, bravo. Do të të pak frym? Mos I bëj turin ashtu. Hajde pra ngriuni, jepi. Ngriu. Kush nuk ngrihet që të tjerët I largohet gjithë fati I tij. Bota të duket shumë me bukur kur e she me këmbët varur. Nuk I beson syve të tu, atë që she me kokën poshtë. Profet, je I fort. Do të vim pas te kudo që të shkosh. Këta të vinë ty mbrapa si të magjepsu. Ka marrë goxha angazhim për para tyre. Tani nëse ish gënjej, jam I humbur. Përbici! Çfarë po thot, një përbindësh? Shpejt, shikoni! Është të mërshëm! Shkojmë të shojmë. Një demon! Është një hamësor! Është plaç luqi! Nuk keni parë ndonjëherë ndonjë kal ju? Keni frikë nga një kal? Kush? Ne? Ja, po ashtu mu duk. Fali po është hera e parë që shohin një kal. Hop! Ja, e bëre gazin e botës profetin. Ec! Hop! Eja këtu! Jepi! Tani është rradha jote, shkohim! Jo, faleminderit, nuk dua. Ishte shumë qef. Jani, tani të gjithë duhet të mësoni si të kaleroni. Bëni të gjithë nga një xhiro. Indigjen, hipni. Kachiko, si I pari I fisit duhet të jesh shembull. Çfarë dhimbje? I dashur Mendes,
Është një shfaqje e rrallë të shohësh indigjenë duke punuar. Nuk janë vetë njerëz të egër dhe frikacak. E vërtet, mjafton një kal që të tremben për vdekje. Do të pushtoj të gjithë Floridën. Ja, ky është një spanjoll me mburojën e tij. Nga dal. Ju lumt. Spanjoll i vdiq. Por ju tani keni mbetur të paarmatosur, e qartë? E nëse do të kishte një spanjoll tjetër, ndoshta në kal do të ishit të gjithë të vdekur. Atëherë mbani mend, nëse hidhni një hesht, duhet të mbani me vete një tjetër që ta keni rezervë, më të gjatë. Gati, shënjestër. Pozicion luftimi! Të vinë në sheshkali! Ja, këtu, në kryp! Ja, në prapanicjo, aty nuk lejohet! Të shkathët këta, sa shpejt mësojnë? Madje shumë shpejt. Vërtet të shkathët. Po kjo çfarë është? Stjofur! Haha! Shtokatran, plur, barut dhe... Ndize fishekun e dytë? Sa të bukur që janë. Shiko atje. Që qanë gjyra që kanë. Flet me hënën, shoron të sëmurët, e tani bën të shpërthejnë edhe kometat. Vazhdon gjithmonë të në mahnitësh, profeti im. Të jashtëzakonshëm. Ajo që më çudit më shumë është se këta indigjenët mësojnë shumë shpejt çdo gjë, e megjithatë i thrasin njerëz të egër. Po këto shpërthime shërbejnë vetëm për të bërë çuditëra? Hej, të lumt Kachiko. Tani hyre siç duhet në temë. Këta bëjnë zhurmë të madhe dhe të trembin për vdekje. Po vjen dikush. Është një lajok nga liçenët e kaltër. O shenjt, profet, kemi nevojë për ty. Bir i hënës ti që bën mrekullira. Na ndihmo. Edhe lajokët tani të njohin të gjitha. Fol. Unë vi nga liçenet e kaltra. Gjatë gjithë vitit, kur ëna është e plot, peshqit kërcejnë jashtë ujit fësht dhe ne takizëm më lehtë me duar. Por si vjet, nuk kapëm asgjë. Ti që je biri hënës, lutju asaj për ne, mos na ndëshkoj në këtë mënyrë. Tani mua më duhet të mësoj të kërcejnë edhe peshqit? Duhet t'i ndihmosh, Johan, ka nevojë. Unë them se po e nise ti bën të kërcejnë peshqit, iguanat edhe krokodilët. Jo, këta të fundit jo. Kam ngrënë njërin për tyre dhe nuk ma treti stomaku. Johan Padani, çfarë magjistari, tani do të bëj të kërcejnë edhe peshqit, për ndryshe do t'i humb edhe nami edhe nishani. Nën, po flasë unë, biri ytë. Po ç'kemoj? E pse nuk i lë peshqit të kërcejnë si çdo vit ti, ha? Çfarë është kjo që bën? Këto qenie të shkreta vdesin nëse nuk han peshk. Të lutem, nxirri jashtë. Nuk mund t'i lësh katë gjorë të vdesin urije. Nën, hën, të lutem, bëj që peshqit të gugullojnë mbi ujë. Bëj të kërcejnë. Të kërcejnë! 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 Nën, je madhe pare! Doli peshku! Doli peshku! Doli peshku! Doli peshku! Të thash që do t'ja dili, je e rrallë! Pa shiko si ndryqoj, si cullonja! Nda mungon vetëm një krokodil! Zare se nuk e thash! Hej, ju atje! Lëvizni, çprisni! Lëvizni, hajde! Ja dhe Kaçoka. Është më i madh nga që mendoja. Më thuaj tani ç'do të bëjmë ne me indigjenët. Do t'i themi, faleminderit që na shoqëruat, ne këtu mbërritëm, tani ktheuni po të doni, do shihemi herën tjetër. Po ta them unë që këta nuk do të mlëshojnë më, do të më vinë nga mbrapa gjithmonë. Mendoj se mund t'i mbrojë të vriten për ta.
Atëherë çfarë? Nuk janë as të bardhë as të krishterë. S'mund t'i kthejmë në të bardhë. Jo, por mund t'i kthejmë në të krishterë. Bark madh, je gjeni. Po kush I kthe në të krishterë se? Unë, e kështu spanjollët nuk mund t'i sklavërojnë më. Çfarë? Po ti nuk je as prift. Por kam qenë në korrin e kishit. Atëherë zini vend, tani do t'ju tregoj për një fetë të mrekullueshme. Ku njerëzit e duan njëri tjetrin dhe ngrihen të gjithë në qiell. Atëherë, të parët që erdhën në këtë botë ishin Adami edhe Eva, prindrit tanë të krijuar nga Ati I përjetshëm për të shijuar parajsin. Adami e donte si I çmendur Evën, edhe Eva e donte shumë burrin e saj. E kështu të gjithë jetonin në paqe. Asnjë nuk vriste për të ushqyer. Edhe ujku dhe luani hanin bar, fruta ose ndonjë patate. Patate! Duke I parë nga qielli Zoti thoshte: "Qijojini të gjitha frutat e parajsës, të gjithë. Ba, jo të gjithë në fakt, përveç njërit, mollës. Adami dhe Eva, riqet o Zot, nuk do ta ham mollën. Por Zoti njihte një armik, gjarprin, I mbiquajtur Iligu. Anakond ishte ajo? Po, le të themi një anakond. Ky gjarpri I madh thot: "Eva, haje mollën." Jo, I thot Eva, nuk mund ta ha mollën, por ai ngul këmbë. "Eva, haje mollën, është e shishme." Jo, vazhdonte Eva, është ndaluar. Por gjarpri: "Eva, haje tani këtë mollë, Eva." E çfarë është kjo molla? Nuk e di. Është një lloj mangoje. Pak më e vogël. "Eva, haje mangon." Në fund, Eva e ha mangon dhe I jep një copë dhe Adamit. Hera e parë që e hëngrën dhe sapo e kafshojnë këtë frut, qielli erësoi të gjithi. Zbret poshtë angjëlli I Zotit. "Keni ngrënë nga fruti I ndaluar, mangon e demonit. Jashtë nga parajsa." Më pas, I ndeshkon duke I shtyre goditur me shpatë, me gjithë zemërimin e tij mund në mes të mullaqeve. Ja pse më parë ne I kishim të rrumullakta dhe tani, tak, I kemi të ndarë në 2 pjesë. E kemi këtë të metë, por ju është të keqe. Dhe kështu, Adami dhe Eva u përzun nga parajsa. Por Zoti që është kaq I mirë, mendohet dhe hop, sjell poshtë në tokë birin e tij Jezusin të mbiquajtur Krisht. Jezusi thret fort: "Mjaft me këtë historinë e mëkatit fillestar të mollës që na del se është mango. Mjaft! I shkel me këmbë të gjitha mangot. Aj! Çu brava! Nene sa më dhem! Ishte një gur." Jezusi I donte shumë fëmijët, por edhe fëmijët çmendeshin pas tij. Jezusi thoshte: "Duajeni shumë njëri tjetrin. Duhet jeni të pastër dhe të çiltër si fëmijët." Të gjithë I afroheshin, donin ta përqafonin, pasi Krishti ishte një krishter vërtet I mirë. Mirë, po një ditë del një bandë armiq të pabes. Ishin të krishter? Po, për një lloj tjetër. E tradhuan, e kapën, e puthën dhe e dënuan të vdiste në kryq. Çfarë është ky kryqi? Janë 2 drurë të lidhur me njëri tjetrin, të kryqëzuar. Po ai vdes? Po, vdes. Vdes? Si kështu? Vdes? Nuk duhet vdes. Ai është kaq I mirë. Ç'histori janë këto që tregon? Si ndodhi? E vran dhe asnjë nuk e mbrojti? Prisni. Ai ringjallet. Jo, s'do të vi. Jezusi ka vdekur. Ai që ikën nuk kthehet. Po unë ju betohem. Jezusi kthehet në jetë. Aq e vërtetë është kjo sa që në vendin tim kur janë Pashkët, pra dita e ringjalljes së Krishtit, të gjithë këndojnë një këngë të bukur. Të mrekullueshme, të cilën po ja u mësoj tani. Dëgjojeni mirë sepse pastaj do ta këndojmë të gjithë së bashku. Mirë, fillojmë. O sa bukur është gëzin, biri I qellit është ende gjallë. I gjallë biri virgjëreshës son të shenjë Mari. Asnjë prej nesh nuk friksohet më. O sa bukur është gëzim, biri I qellit është ende gjallë. Më bëjnë veshët apo dëgjoj të këndojnë? Një valë me indigjen. Indigjen me kryqe. Indigjen të kryqe. Guvernatori Mendes, hejani të shikoni. O sa bukur është gëzim. Hey, kush jeni? Ç'ishte kjo krisëm? Jemi të krishter, vëllezër të krishter. Indigjen të krishter? Kush u mësoi besimin këtyre njerëzve të egër? U dhash unë nga pak krishtërim. Ti? Po ti nuk je prift. Nuk e di që është sakrilegj?
Si ti quajnë? Johan Padan, Gjakon nga Bergamo, ndërsa ky është Katalonas. Zëvendës Gjakon. Mirë, hyni brenda të gjithë. Mos hyni ju, shkoni e prisni në majtë Kodrës. Tani do të hymë vetëm ne. Po ku po shkojnë ata, a? Mos kini frikë, kanë harruar dhuratat e çmuara që kishin përgatitur për ju. Kthehen shpejt. Po me që kanë për dhurata, të hynë brenda dhe dërgojni te kapiteni Narvaez. Ecni përpara. Faleminderit që më ke sjell gjithë ata indigjen. Kisha nevojë për sklever të tjerë. Sklever? Nuk mund t'i bëni sklever, janë vëllezër të krishterë. Nuk mundem, kush i vendos rregullat? Që ta mësosh, po ta arrestoj ty edhe derin tënd. Rrofsh vllaçko. Pastaj do të mi sjellësh këtu të gjithë indigjenët, apo jo? Rasini brenda! Sa mizor! Sa pa edukato! Fishekët. A i ke me vete fishekët? Po, i kam në brez. Çfarë ngjyre do? Të verdhë, të kuqe apo blu? Të verdhë. I kanë kapur rob, tu përgjigjemi me sinjale tymi. Çfarë thonë? Fëmijë, kuaj, topa? Bravo! Çfarë duan të thonë? Ta shpjegoj pastaj. Do të fillojnë me fëmijët. Desi, ha? Haj të gjitha që të bësh tap. Ha pra haj, ha. Të pëlqen. Çfarë arome? Kujdes! Më laki kokën! Kush e bën qiqin me shokët e ti, është hajdut dhe se do njeri! Shpejtja mathi! Ata të krishterët e tu shkuan për të sjellë dhuratat që kishin bërë për ne, apo jo? Kea tha deri në 3 xhiro, po nuk erdhen indigjenët, do të varë me kokë port si gjeldeti. E kuptova, kështu që nga shkruar për mua. Ai e gati. 2 Vendose ti thërrasësh? Jo, unë nuk do ta bëj. Dhe 3. Atëri thrasu! Ti je një tradhtar. Ajua! Strabule! Trabula! Aurua! Shamaka! Indigjenët u kthyen sërish! Hapini portat! E tani urdhëroj të hynë brenda. Jo, mos e bëj, jo! Kemalake! Stramakula! Serma! Trabula! Strabule!
Indigjenët turfollojnë? E kush ja ka mësuar këtë? Turfollimin e Napolit? Unë. Vareni tradhtarin. Të varen për një turfollim? O, tani kjo është pak e tepruar, e? Jo! Shiko, lovitem! Shiko, lovitem! Hapeni! Roje! Në kuao! Shpejt, në kuaj! Çfarë ka? Përse nuk janë të dheur? Sigur janë të dheur! Pa ku shuan me fishik zjarë, ha? Indigjenët, I hedhim nga kodra! Hapni zjarë! Këmba ime! Dikush është hartuar duke bërë shurën e topa. Dorëzohemi! Dal, ose të iku koka. Më vrisni po të domni, nuk kam frikë nga vdekja. Aq më mirë, mund ta varim si gjeldeti me kokë poshtë. Jo, si gjeldeti, jo. Mëshirë. Tegrit e mi, shtrigani juaj është më mashtruar se unë. Do t'ju rjep gjithë arin që keni që pastaj t'ju lër me gisht në gojë. Profeti ton nuk I hynë në sy thesaret. Nuk ka marrë për vete as edhe një varse me guacka. Me gjithë mend e keni ju, he? Johani shëron dhe shpëton të sëmurët nga vdekja. Kurse ju u sillni vdekje të shëndoshve. Ju sklaveroni edhe çdo fjalë tonën. Ai na ndërroi duke mësuar gjuhën tonë. Mrekulli, po qëndron pezull në ajër. Kjo është kundër ligjeve të fizikës. Jo! Shkoni, ktheuni në anijet tuaja. Gabove rënë që në letiro, profet. Tani do ju lëmë që lam të mirë të zjarë. Nëse mendon se mund të gjuash me topat e tu, më vjen keq, por gjylet I ke harruar të gjitha këtu. Kemi mbetur pa gjyle. Do të themi, por të herë me gjyle. Një fjalë e urtë thot, për të kthyer sërish në një vend, duhet që së pari të arrish në vendin që ishe para ti. Që nga duhet të nisesh për të shkuar në vendin para ti, nga ku u nisët që më pas të ktheheni. Çfarë do të thot kjo? Që duhet të dish të lexosh hënën. E she hënën? Shiko sa rraf ka hëna. Prit, është surprizë. Shkoni tek profeti ynë. Kaluan 10 vjet në paqe. Më pas një ditë pa amanie të nxinë horizontin, por ne nuk I lam t'i afroheshin as bregut. Topat që ne mbajtëm gjuajnë ende mirë. Kaluan edhe 40 vjet të tjerë dhe spanjollët u kthyen sërish. Arritën të hynë thellë në Florida deri në Kënet, por pa mundur të dalin. Çfarë dërgate pa fat. Puna shkoi deri aty sa mbretresha shpalli. E shpall Floridën nga dishull të mallkuar. Tok të pabindur. Kush do të përpiqet që të kundërshtoj urdhrat e mia? Ta zëm nëse kthehet I gjallë, do të varet nga vetë duart e mia.